Po sa nuk ka detyrë policisë. Thjesht policia ka për detyrë me mbikëqyrë nga lart, mos ketë probleme, me ardhur në stadion 7:30, siç u bën njoftimi, dhe me vazhdu. Po të shtat mund ta bishë fugën e policisë tani këtu. Tani në 7:30 ne kemi bllokuar rrugën dhe ne nuk e hapim vetëm kur zotëria tulet në shkruaj përputhje me ligjin shqiptar të përgjithshëm. Për sa i përket të drejtave themelore që kanë. Faj ty në asë, sepse du të shebu policinë për para në levizje, me që thëtë personet të shqip që u ka përru. E du të shebu shtetë. Me që thëtë ka një herë parë, ka dhe mja, që që duke qenë se jemi edhe bashkëpullës. Do të ju lutëm shumë, gjerë në pugonin në dikun atje, ose që një në rukësim të ty. Nëse i kërcënohet jeta dhe prona, ke plus i drejt punët në mare. Për ndryshe, as policia s'ka drejtësion. Vetëm nëse i kërcënohet prona dhe jeta. Nëse aju ka anku që ne i kërcënë pronën e jetë, ne pranisht dhe unë të nuk shkume, se normalisht në marrë e shkutorit, se të i ka leku të ka të në. Ne mos përshme atje, në jasë të shqiptim gëdera atje. Sot e presim të që të bëjmë kanin e masave, për politikisët, mekanikët, për sektor të qërëmi të mydje, për përsi gjithë që ne që njerëzit punën. Tjertë nuk do të punën as fabrik, as administrat, as kontraktor, as minator, as kërë. Që kjo këtë thjesht, që më bëjmë të patë. Policia dalje të rejtë se nuk ka të zera fare, ka 20 vjetë që ne bëjmë shumë. Nuk kemi nevoj fare, as më zanë, por t'ishte punën për më zanë, që më zgjellë ka herë.